Me hyrjen e muajit gusht në gjykatën dhe prokurorinë e Vlorës pritet të ulet ndjeshëm ritmi i punës. Gjyqet e zakonshme shtyhen, kalendari i seancave boshatise dhe për shumë qytetar avokat e palë në procese, drejtësia duket sikur ul qepenin deri në shtator. Në sallat ku deri dje zhvilloheshin seanca gjatë gushtit mbeten kryesisht çështjet urgjente dhe ato që nuk mund të presin. Po si marrin pushimet gjyqtarët dhe prokurorët? Ligji u njeh magjistratëve 25 ditë pune leje vjetore. Pushimet mund të ndahen në disa periudha, por duhet i përfshijnë në 3 javë të pandërprerja gjatë gushtit. Përveç rasteve kur nevojat e gjykatës ose prokurorisë kërkojnë vazhdimin e aktivitetit, leja miratohet nga kryetari i gjykatës ose i prokurorisë. Ligji nuk shpjegon pse është zgjedhur pikërisht gushti. Në praktik, përqendrimi i lejeve në një periudhë synon të shmang mungesat e shpërndara gjatë gjithë vitit. Por kur gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët pushojnë njëkohësisht, pasojën e ndjen qytetari, seanca të shtyra dhe pritje më të gjata. Atëre, për shkak të lejeve vjetore të pabëra nga gjyqtarët, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë kanë organizuar që muaji gusht të jetë muaj pushimesh për sistemin gjyqësor në Shqipëri. Personalisht, unë e kam shprehur mendimin tim dhe herë të tjera, unë jam kundra kësaj faktikisht, sepse mund të organizoj që pushimet vjetore gjyqtarët dhe prokurorët i merrin sipas një kalendari të organizuar nga vetë gjykatat apo nga KLG-ja që ky institucion të mos pushonte për një muaj, sepse për një muaj kalon në pushim total, pra gjykon vetëm masat e sigurisë, pra vetëm masat me karakter emergjent. Nuk e përjashtoj konstatimin tuaj si gazetar, gjithsesi ajo që duhet të sjell në vëmendjen tuaj është ajo çfarë është zyrtare. Pra, zyrtare është pushimi nga data 1 gusht deri në datën 31 gusht. Në datën 1 shtator është kthimi në punë dhe fillon puna zyrtarisht. Pastaj, ajo është mënyra organizimit të vetë gjyqtarëve për të kur e pushojnë, kur e ndalojnë gjykimin dhe kur e fillojnë përsëri gjykimin. Shqipëria nuk është e vetmja. Në Itali afatet procedurale pezullojnë nga 1 deri në 31 gusht, por çështjet urgjente vazhdojnë. Në Greqi funksionojnë si aksione verore për rastet që nuk presin. Në Malinezi, lejet merren kryesisht gjatë korrikut dhe gushtit, por kryetari duhet të lënë në detyrë mjaftueshëm gjyqtar dhe punonjës për çështjet urgjente. Problemi, pra nuk është e drejta e magjistratëve për pushim. Pyetja është, a duhet pushimi të kthehet në një muaj heshtje për qytetarët që presin drejtësi?